Qytetarët e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor kanë prioritete dhe pikpamje të ndryshme jetësore, tregon një anketë Eurobarometrit e kryer në pranverë të këtij viti, raporton Radio Europa e Lirë. Derisa ata të BE-s mbeten të përqendruar në çështje të sigurisë që lidhen me pushtimin rus të Ukrainës në Ballkanin Perëndimor, më të shqetësuar janë për rritjen e çmimeve të ushqimeve, krimin, korrupsionin dhe cilësinë e kujdesit shëndetësor. Anketa shpërfaq gjithashtu dallime mes vendeve të Ballkanit, sidomos Serbisë dhe pjesës tjetër të rajonit, për sa i përket optimizmit, besimit në BE, mosbesimit në NATO dhe mbështetjes për antarësimin e mundshëm. Për 3 vjet me radhë më shumë se 1/4 e të anketuarve nga 27 vende pajtojnë se lufta në Ukrainë përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e BE-s, ndërsa 1/5 jep përparësi mbrojtjes dhe sigurisë. Ballkani Perëndimor nga ana tjetër përqendrohet te mbijetesa e përditshme, krahasuar me anketën e njëjtë të kryer në Vjeshtë. Maqedonia e Veriut regjistron rritje më të madhe të shqetësimeve në lidhje me krimin, ndërsa Kosova regjistroi rritjen më të madhe të shqetësimeve në lidhje me rritjen e çmimeve. Kosova dallohet krahasuar me pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor për optimizmin, ku 76% e të anketuarve shprehen të kënaqur me tregun e punës. Rreth 40% e të anketuarve në vendet e tjera mendojnë se mundësia për të gjetur punë në vendet e tyre është e mirë, që është në përputhje me mesataren e BE-s. Krahasuar me sondazhin e Eurobarometrit në Vjeshtë, Shqipëria shënon rritje më të madhe të optimizmit për 17%, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina rritje më të madhe të pesimizmit për 6%. Sa i përket gjendjes së përgjithshme në vend, 2/3 e të anketuarve në Serbi mendojnë se ajo është e keqe. Njëkohësisht, kjo është edhe rritja më e madhe e perceptimit negativ, 19%. Ndryshe nga të tjerët, 80% e të anketuarve në Kosovë e kanë vlerësuar gjendjen e vendin e tyre si të mirë. Të anketuarit në Kosovë dhe në Malë të Zi janë optimist sa i përket drejtimit që po ndjekin vendet e tyre, ndërsa shumica e qytetarëve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor besojnë se jeta e tyre nuk do të ndryshojë vitin e ardhshëm. Në Kosovë dhe në Shqipëri dominon optimizmi. Në këto 2 vende shumica besojnë se jeta e tyre do të përmirësohet, ndërsa çdo i 5 i anketuar në Serbi dhe në Maqedoni të Veriut ka frikë se ardhmja do të jetë edhe më e vështirë. Antarësimi në Bashkimin Evropian ndërkaq mbetet i dëshirueshëm për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përpos dihet Serbisë.